Përshëndetje shikues të nderuar të podcastit Arena Yjeve. Jemi në podcastin e radhës ku së bashku me kolegun Lavdimin do të folim për lojën më të bukur, futbollin. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Atëherë Lavd, para se me prezantu edhe musafirin, mos të harrojmë mi falënderu edhe sponsorët tonë ose përkrahas të këtij podcasti që janë brendi automjeteve nga Korea, KGM Sangyon Kosova, si dhe pija energjike numër 1 në vend, Golden Eagle. Me neve është Lirim Kastrati. Lirim Kastrati, Sulmusi ama. Sulmusi, po, Sulmusi. Koza na u kanë përzi qëto. Lirim, po. Lirim, mirë se vjen. Mirë se ju gjeta. Faleminderit. Për ata që si Lirimin e njohin, është lojtari kombëtarës të Kosovës, i ka 17 paraqitje, po është interesant se ka lind Kosovë, po këtë karrierën e ka bo jashtë vendit, domethënë si i vogël, po, pa lujt kur Super League Kosovës, si i vogël e dol në Shqipëni, në Akademinë Shkëndija e Tiranës, pastaj shpërthimin e madh e bën në Kroaci me Lokomotivën, pastaj me Dinamo, ka luajtur edhe për klubin e madh polak Legia Varshava. Aktualisht është pjesë e Fehervarit në Hungari, një klub shumë i njohur edhe me trofe. Se realisht njerëzit i mojnë me veç këto pushkashin dhe Ferencvaroshin, po Fehervari ka trofe. Që atë Ferencvarosh, Fehervar me fe janë. Lirim apo na kallzon, çuç ja ke nis me futbollin, kur ja hapat e Porto. Qysh e thatë edhe jo futbollin ja kom nis në fshatin Hogosht, atë ku jeton në hala familja jeme, edhe ja kom nis te klubi KFK, prej aty kam shku në Kamenic, te klubi Dardana, edhe pastaj kam fillu te shkolla futbollit Arsenali, edhe aty kemi pas një ndeshje miqësore me shkollën e futbollit në Tiranë, Loro Boriçin. Edhe pas asaj ndeshjes na kanë thirr 4 lojtarë që kemi më të mirë, domethënë që jeni dallu më shumë. Po, që kemi pas paraqitje të mirë, edhe pastaj kanë vazhdu karrierën në Tiranë. E përmend hapat e parë që marrë te Kika dhe Dardana. Mos më harru edhe shkollën e futbollit Arsenali, po çush erdhi transferimi te Shkëndija e Tiranës në moshën 15 vjeçare. Se interesant. Atë bënën problem me të shu. Po. Jo, s'ka pas problem nga ana klubin, nga ana Arsenalit s'ka pas problem, po kom pas problem me kalu kufinin. Sa lasi pa ta mush 15 vjet. Edhe u kondash një autorizim i prindve patjetër. Se herën e parë normal më ka çu babi me familje. Po pastaj kur udhtosha me autobus, në kufin na kërkojshin autorizimin, po. Edhe ka qenë vendim i vështirë. Normal se si 14 vjet me lon familjen, po sigurisht më i vështirë u kon për prind. Po, normal, kur nuk e harroj ato momente kur më kanë lon në Shqipëni çysh joni, amo dëshira e madhe për me arrit, dëshira e madhe për futbollin, i kum lon këtë mërzien e këtë senet anash. Na fol pak për Shkëndijën e Tiranës, është një akademi futbollit që ka ndalë shumë lojtarë prej atyhet. Ti ke jetu atë? Po, ke jetu aty, qysh ka qenë jeta edhe servitjet edhe ndeshjet. Në ditë për ty në akademi. Aty ka qenë shkolla edhe konvikti. Shkolla edhe konvikti. Po. Ti ke vazhdu edhe me shkolla atje? Po, kemi vazhdu me shkollën edhe kemi jetu në konvikt. Si shkollë ka qenë shumë e mirë, se kemi pas të ankohen veç temat futbollit, po kështu si jetë kemi jetu në Kamz. Po. Është një fshat me shumë s'po di ç'është me thonë. Njerëz çuditshëm. Çuditshëm, kështu që s'është që keni dalë na edhe shumë, ma shumë aty mbrana kampit. Jo, nuk kemi dalë shumë, po s'po di ç'është me thonë. Njerëzit janë kon jo mirë prica, po tankon kemi qenë të fokusuar veç me bo stërvitje. Kemi pas ata djem, kemi jetu diku 100 veta në konvikt. Edhe tankon kemi najtë bashkë, nuk është që kemi dalë shumë. A je kon vetë shte kosovar prej këtujt, apo ka pas edhe tjerë kosovar edhe prej tjera shtetër që ka Jo, ka pas edhe para meje. Ka pas edhe para meje Esat Mala, që është lujt në Vllazni, ka qenë para meje. Kanë qenë edhe do shok me mu, Butrin Gashi, Endrit Muqa, që kanë qenë prej këtu. Pastaj kanë ardhur edhe do djem tjetë. Okej. Rën Tiranë, Lun, po ç'është ndodh me shku në Kroaci, transferimi, ku të shohin? Që kjo është interesant. E kum bo një video parë që e kum ingjizu veten të lujt, edhe qatë ndeshe për fat mirë i kum dhënë 3 golla, edhe vllau e ka qitë atë video në YouTube.
Edhe pastaj kam fillu me kontaktu shumë menaxhera. Edhe kush shumë kontaktoj që thosha po, apo shkon në Belgjik, po, apo shkon në Ukrainë, po, apo shkon për çdo vend, po. Për çdo klub i thosha po veç çoma vizën, se na Veç largonu prej Kozës. veç çoma vizën. Edhe pastaj më ka kontaktu menaxheri që është edhe sot jemi, Regji Illiçi, më ka kontaktu edhe më ka thonë kështu, e kemi një ofertë prej Dinamo Zagrebit. Po ta çoj vizën e gjithçka dhe për 2 ditë ka ardhur këtu në Kosovë, jemi taku edhe pastaj shkova. Kur shkova në Dinamo Zagreb, unë se disha gjuhën. Edhe pastaj bënë marrëveshje me shku te Lokomotiva se ishte treneri i unën meqa ishte shqiptar. Po. Besnik Prenga. Po, Prenga është. Edhe më tha, Baba i qendrëmbrojtësit, Po. Hedi Brengës. edhe më tha për shkak gjuhës me vazhdu në Lokomotiv. Edhe mas stërvitjes pare kum në nshkru direkt kontratën e parë gjysë profesionale. Gjysmë profesionale ajo Sa vjet i ke po në qatë ko? 18. Halasi ku mush 17 për atë arsye s'mujta me në Me shku shku kontratë profesionale, edhe pastaj 3 muaj s'kam pas drejt me lujt, për shkak që dokumentet e Shqipërisë nuk mujta me dërzu te Federata Kroacisë, edhe 3 muaj veç ku mbos stërvitje. Pas 3 muajve vazhdova gjysë sezoni lujta me U19, të Lokomotivës, edhe pastaj kalova me ekipin e parë. E kanë qitë sistem që quajnë te Lokomotiva Ata Dinamo, edhe shkaku i si trajnerit, binatuzume. po, edhe shkaku i trajnerit, shumë shqiptar në shku në Lokomotiv kanë lu fillimisht para se me rrinë Dinamo. Edhe Amiri, edhe plot shumë Endre Çekiçi, bajegi lojtar. Eros Greza. Eros Greza, shukon fillimi atë në Zagreb. Prap, Lokomotiv. prej një gurbeti në Tiranë, një gurbet halo ma i larg. Ka qenë shumë i mirë. Ka qenë shumë i mirë se debutimin Ma mirë se në komës, sigurisht. Po, patjetër. Ndeshjen e dytë e këm pas kundër Dinamos. Edhe ndeshje këm bërë 2 golla dhe 1 asistim. Do këtu I pas kanë ra pishmon ata me një. këtu ka Shka e fillu qumë po, këtu. këtu ka fillu gjithçka mirë, edhe Lokomotiv ka qenë periudha më e mirë e karrierës tem. Kështu që ju Edhe me shifra je mas mirë. Po, edhe me shifra, me gjithçka s'kemi pas kur far presioni, edhe u kon detyra jonë veç me lujt futboll, kur gjë tjetër. Edhe një klub ku besoj që u fol pa shumë shqip se kroatisht, se jeni ku më bajge shumë shqiptar. Në atë kohë jemi kon 6 6 shqiptar që lujsh me informacion. Edhe bëshin hajgar edhe trener ato i kishin duhet me mësu na shqip. Po. Se 6 shqiptar po luajnë informacion të parë. Kështu që kemi pas një ekip shumë të mirë edhe jo rastisht e kemi përfunduar në vend dytë. E kemi mujt ankon edhe Dinamon, edhe Rijekën, edhe gjitha klubet. Kështu që masa të sezonit janë transferu 7-8 lejtar në klube shumë të mëdha. Okej, transferimi që shërë transferimit e mas 2 viteve jashtëzakonisht suksesshme të Lokomotiva. Që shërë dhe të transferimit të Dinamo. Dinamo të ka njoft, domethënë të ka njoft hala më të vogël, si fëmijë dhe tjeve që dëshmove në futbollin kroat. Me thonë drejtën as nuk e kum ditë deri ditën e nënshkrimit nuk e kum ditë hiç. Se ky menaxheri më ka thonë tankon që lirem jemi në bisedime me disa klube, edhe presidenti më pa tregu lirem jemi të marrë vesh, po me thonë drejt as kisha qef me ditë, Po. veç të isha Derisa okej. kur të bëhet me nënshkru. Veç kur të bëhet me nënshkru më tregon. Edhe kush i thot jo Dinamos. Po, edhe ditën e nënshkrimit ju më qunë më nxez, edhe atë ditë ishte edhe babi në Zagreb, edhe po më pishof të kështë dalë shumë media, lirimi po në nshkru në Dinamo, lirimi në nshkru u kry gjithçka, pike që di unë s'disha kur gjë. Edhe po atë ko isha tu jetu edhe me menaxherin tem, edhe shkova në dhome qova, thash, a jetu i lexu që to media që po dalin këtë në Kroaci, edhe ja nisi me kesh apo jemi marrë vesh. E ku jo vlla që s'ka zënë ti të thonë. Pasha bon edhe unë me ditë që jemi marrë vesh. A ka mu transferu unë Po. atë ki me lujt. Edhe atë ditë dola në sallon i kallzova babit tash qështu. Tash asun se pas na ditë, po deshka me shku në stadion direkt. Ke ora 8:30 me mëngjes. 19 kemi mbledhe me kryesin. Atë ku ishte Zoran Mamić, ishte drejtor sportiv, edhe shkova me babin a me menaxherin, kushtet as rrogën as s'm interesoj ke hiç. Hiç do isha me ditë, veç tash Veç me lujt për Dinamon. veç tash mos t'i bim pishmon sa ma heret, ta nënshkrujun edhe nënshkrujt atë. Djeni rast zakosh me lu për Dinamo.
Po, edhe pastaj unë konë 6 muaj në Lokomotiv, Po, të ka meta e Po. pjesë këtë, po. pa stres, pa kur gjë. E din që kemë shku Në Dinamo, ma dhe 6 muaj, Lerës po. edhe, qysh me thonë si me lujnë termin. Dhe shkom për qef. Edhe qatë vit po ata, të 10 gola, 11 gola, 10 asistime, ke gjithë shka mirë. E përmeni Lavda, gjenja për me lujt me Dinamon, me një skuadër ku i rrit nash u rrit edhe fituesi topi të artë Luka Modrić. Shumica lejtarëve të mëdhaj kratë shumë në yje. kaluan e. Qysh është më kon pjesa ati klubi, edhe pse fatmirësisht ka pas bajki lojtarë shqiptarë që e kanë vesh atë fanell. Që shta dhe vetë, Dinamo më do këtë është një klub shumë i madhë, nashta ma i madhë në Balkan. Real Madridi për Po. Ballkan, definitivisht. Amo problemi jam ka qenë që atë kohë ishte pa tifoza. Po. Edhe na si futbolista nuk E keni mundesh, vujt po, atë. e kemi vujt pak, po. Tek ma si largu pi Dinamo se e kom kuptu çfarë klubi i madh është. Amo ndjen shumë e mirë, që shta dhe vetë ka qenë Ramani, ka qenë Çekiçi, edhe tankun kemi bisedu për Dinamon e për këtë transferim. E u kun edhe kapitena, u kun Ademi. Arjan Ademi, është një prej... Qysh u kun atmosfera në atë kohë të Dinamo? është shukon një kritja e kapitenit. Është një legjendë gjallë e Dinamos. Edhe këtu kam një histori se unë kur u kthy Ademi nga i dënimi që e ka pas. Dënimi, po, që e ka pas po. gati 5 vjet. Shivoj. Unë konë në stadion të oprit me tifoza. Çfarë lejtari i madh u konë. Edhe pastaj kur e kum dhon 2 golla edhe asistimin në ndeshjen e dytë që e pata me Lokomotivën e kum hek ndresën edhe ja kum bo kështu tifoza. Edhe ai ka ardhur me në të unë të mbërtit. Tu mendu që është ndaj farë sheje provokime a diçka. Edhe ditën e parë masi kum në shku në Dinamo, kum shku te ai edhe i kum foli, kum thonë veç po du me të kallëzu që s'ka qenë kur gjë ai provokim, veç kum dash me tregu emrin mbi emrin tem. Edhe prej asaj ditës kemi folë shumë mirë, tash asaj dite kemi kontakt, është një ndër shok më të mirë. Është legjend, çfarë respekti kanë në Kroaci për to është diçka e pabesueshme. Definitivisht e pabesueshme se asnjë klub nuk e besoj që e pret një lojtar aq gjatë Po, edhe më më kthy pi dënimit edhe prap. Ofer 500 loja i ka. U kon Ja problemi. nuk që rritin Problemi ty nuk u kon që kanë dënu. Klubi ka pas fajmjeku i klubit për që ata dhe kanë vrit. Mu mas shumë tim ka habit kur bëj ke kontarja Kroacisë stërvitin Maksimir, edhe na qëllojsh me kanë erë në lejtarët e Dinamos, çfarë respekti i bëjshin lejtarët e Kroacijës, me Modrić, me Kovačić, me Rakitic, me gjithë lejtarët. Shkojshin të jadhon dorën. Do të thonë, ai është një futbollist që duhet më marrë shembull, domethënë për karrierën edhe për dashurinë që ka kushtuar Dinamos, edhe pse Dinamo e lejoj me shku në kinë. Po, e leje se do pare të mire. Do pare, këshat mire. Edhe pse edhe aty u kun, po besoj që lejtari ma i pagum, sa kom lezu media të kroate. Po, sigurisht, po. Nëse jo ma i pagum i top 3-shë. Pare që i ka marrë atje janë... Në Evropë së në merë, sidomos në Balkan. Sidomos për sa vjet i ka ai edhe... A je pishmon që ke nejtë shumë shkurt në Dinamo? Po. Ke mujt me nejtë ma gjatë, se ja ke njësë mirë, viti parë u një mirë. Po ndeshja e dytë kundër Hajdukut kum dhon gol. Po. Pastaj me kundër Cluj kum dhon gol. Në Evropë. Po, sigurisht është një ndër gabimet më të mëdha në karrierën tem që s'ke pritë edhe pak, për një klub më të madh. Se vendosë mu largu kaq shpejt, tu e di që je me një klub jashtëzakonisht madh, edhe pse prap ka shku me një klub shumë të madh, si Legia Varsovës, po vendimin po besoj që edhe atë pranon që u koni gabum. Po pse erdhi deri ai vendim? Po në atë kohë ku mendu që jo ma i meqme. Edhe kjo është shkurt shqip. Edhe s'kum qenë i fokusu në futbol, s'm ka interesu futbolli. S'po di qysh me thonë, si djali i ri. Po. Në qatë mosh të vogël merr një rrogë të madhe edhe pastaj mendon që ku me ditë kush edhe nuk t'intereson futbolli. Edhe këtu kom mendu që kum gabune. Nuk kum ditë qysh me menaxhu këto sene, famën e kësi sene, edhe tu mos lujt në Dinamo, se s'kum lujt, 6 muajt e fundit s'kum lujt. Edhe bojsh me mbledhe me kryesinë e Dinamos, edhe më thojshin lirin veç fokusohu ti në futbol, se e shes me
Majer, shesmi Ivanushës, shesmi lejtar që luajnë pozitonde, edhe ti ke mu kon projekti jonë. Po. Unë i kom pas gjithmonë fajet, edhe unë thosha jo, po du mu largu, edhe pastaj në shkruan Legja, ku është një klub shumë i madh. Po. Edhe në Legja mendojsha që pa ushtrime, pa u fokusu, Do ti po më më me mëri. Po. Edhe pastaj fillojnë senet e këqia dhe veç bjen edhe drim pak kohë mu këfjell. është lov një sen interesant. Te Legja transferohet, nashti u kone honës e martë, që shkina folë. Po. Pas një servitje, shkon edhe bën gol në Ligë të Evropës. Ne e nalëm të Legja. Po. Se të Legja bajagisht shqiptarë kanë shku në kohën e fundit, po përveç muqit nashta që u metë se Që ka dhez. se pritja për shqiptarët nuk është e mirë. Tu fillu prej Besnikosit, Besnikosit, Armando Sadikut Nuk i kanë pritë për shqiptarët mirë, se i kanë bajagit tifos Servata. Bajagi i kanë, edhe shqiptarët nuk i kanë pritë mirë. Qysh u kon me kalu të Legja? Na thamë edhe ma herët, është klubi më i madh në Poloni, shumë tifos, shumë trofe. Qysh u kon me kalu të Legja? A ke shumë rroga me e madhe se në Dinamo që vendose me shumë? Normal edhe. Se dhe zybat një me ku akon kone fundi, 6 muaj edhe Qysh zyba. thash edhe, mendojsha që pas tër vite pa u fokusu në futboll mundesh me arrit. Po pritja ka qenë në fillim shumë e mirë, se shumë mirë e fillova me gol. Po që që tha Romoki pas një stërvitje. Pas një stërvitje, edhe pastaj Ta edhe kalon omër që ajo, pas stërvitje me bo gol. edhe në Europa League kemi pas shumë suksese në atë kohë, edhe pastaj ndryum trenerin. Unë prej 4 trenerëve 3 kom pas të Serbisë. Do. Edhe këtu fillun problemet. Këtu shije dashuria e madhe që kanë ata për. Këtu fillun serbët. problemet. Një trener i Serbisë tankohen që tu bo provokime. Nga cili shteti je, thësha Kosovës, se ke ku është Kosova. Që ka Kosova është në Kosovë, ku është? Dhe ke për cilën kombëtar e luan. A luan për Kosovën, a Shqipnin. Thësha, unë jam i Kosovës, luj për Kosovën. Çfarë pozite luan? Do pyetje shumë provokative. Po. Ai tu punu 20 vjet në Legja. Po, atë më Ndeshin shumë mirë, çfarë pozite luj, qysh tek. Edhe këtu fillova mu ftof nga klubi. S'kisha kur fa ndjenje. Drejtues të klubit, a ju ngon ndjeni për këto provokime që t'ka bo të vazhdueshme Nuk trajnerë? besoj që kanë qenë ndjeni, po fati i mirë u kun që e kom pas një ndër rrogat më të mëdha në klub, edhe s'm interesoj kjo kur gjë. Po. Të të Kur mlargojnë. Kur bësha mbledhe me klubin, unë i thojsha s'ka lidhur një kom 5 vjet kontratë këtu edhe s'du mu largu. Edhe presidenti e kryesia e klubit i bëjshin presion trenerit që duhet me lujt ky se çështu s'kemi interes me majt të rezervë. Po. Edhe unë thojsha që problemi s'është unë po ushtroj normal këtë me ekipin, po problemi te treneri s'po ma jep shancën. Po. Mund qoj ke mund nxjerr minut 23 dhe në minut 91 shtike me lujt. 60 minuta, 70 Ky minuta. trajneri serb. Po. Edhe s'kisha kurva ndjenje. Ishte stadioni 40.000 shikus. Unë menojsha që jam të lujt Në Hogosht. në një turner në Hogosht, s'kisha kurva ndjenje. Edhe pastaj filloj me mungu futbolli. Po. 3-4 muajt e fundit para se me përfundu sezona, fillova mu një keq, kisha nevojë me lujt. Sunisha i lodh. Po. Shkojsha te shtëpia kajsha. Isha po mungon futbolli, po më intereson hiç as paret as kur gjë. Edhe pastaj fillova me fol me klubin, thosha veç lënëm të lirë, merrni këtë parë veç lënëm të lirë le të shkoj dikon. Po. Edhe pastaj u morëm vesh për një pak caktuar, për një shumë caktuar me dhona dhe pastaj u transferova te Ferrari. Atëherë, e ki pas një periudhë që po e përmend, po sa ju në kra i jot, 2 shqiptarë tjerë të Legja, Ernest Muqi dhe Jurgen Çelhaka. Po, kanë qenë ndjeni për gjitha senat. Tankon kemi fol edhe Muqi s'ka lujt shumë. Po, fillim shumë pak. Jurgeni halo ma heq ma. Jurgeni halo ma heq edhe Tankoni kemi bisedu pse po ndodh kjo në futboll. Po, ju i pas një qajt hallet bashkë të tret, Po, të tret njëjtën situatë. Po, se kemi pas të obligume me nej 7 tetor gati Në klub, a? Në klub. Po, Tamam klub profesionist, domethënë me shkon mëngjes, ushqimi, pushimi këtë ato. Fitnessi krejt. Po, çfarë qendre stërvitore ka Lega, më doket se di është diçka pa besueshme, e ki dhomën tonë
I ka çdo dy lejtore kanë një fizio, një doktor. Unë kum pas dhimbje ka njerë para një ndeshje, në 2 natën bëjshin masazh të shtëpia me aparate, është një klub shumë i kanë kushte tepër të mira. Ka 7-8 fusha, është diçka pa besueshme. A fatkeqësia e vetme e këtij klubi është janë të lidhur me serb. Fatkeqësia vetë pse janë në Poloni. Me pas janë klub në Kosovë, kish me lujt tash ku me ditë ku po. Kushte shumë të mira, domethënë. Po, kanë qenë kushte perfekte. E thamë edhe përmenëm çat ndeshje na, domethënë ti debuton Spartakin e Moskës, ha. Edhe gol assist pa asnjë stërvitje. Ma trego pak çfarë rrugtimi, domethënë transferin në Poloni drejt vizë e drejt në Rusi. Qysh e more vizën? Domethënë kemi pasur ndeshje Kosova Georgia. Po. Kam qenë këtu me kombëtarën e Kosovës. Po. Edhe ora 10 mbrëmje erdhi menaxheri te Emerald dhe po më thot lirim urgjent zbrit poshtë. Unë i dërgova me në rënë mesazh drejtorit sportiv të kombëtarës Bajramit, i thash fal që po zbriti poshtë, po kom një takim me menaxherin. Edhe më tregoj që Legia është e interesuar, duhet me nënshkruan Legia nesër është afati i fundit. Edhe i tregova Bajramit edhe shkova te trajneri. Çallandes, ha? Po, te Çallandes edhe i thash kështu kom punë nesër duhet unë mu largu pi stadionit. Po. Unë ndeshje e pat bo trajneri formacionin, duhet me lujt informacion. Po. E u dashke me vendos, a me nënshkru me Legjen, a me lujt me kombëtaren e Kosovës mos me shku. Edhe trajneri Çallandes ke shumë i kuptueshëm, edhe më tha që lirim shkon në shkruaj me Legjen edhe do jesh informacion, mos e ki gajt. Po sigurisht edhe interesi i Kosovës o kur ti bën një transfer të mirë. Po, edhe atë ditë shkova në shkruajta me Legjen mëngjes edhe deri ora 8 mbrëmje kemi pas testet mjekësore, 6 orë, 7 orë me nejt ndo aparate edhe në 8 mbrëmje ju nis me aeroplan privat për Georgi. Mrita ka ora 2-3 lodh, pi aeroportit shkova në hotel, pushova pak edhe nestrit e patëm lojën me Georgi. Me Georgin, edhe direkt informacion. Direkt informacion duket një shansë kom hub. Sërta e Lodhja ta ka bu. lodhja. Ja kisha fajin, thosha për shkak të lodhjes. Kur debutove me gol edhe me asist, çu shtreten ata? A kanë të lumtur, se thonë na dhëzi transfere. Po, shumë të mirë. Shumë mirë se Rusi, kundër një ekipe të madhe, Po, edhe Spartaki o ka se gjatë. masi u ktheva me kombëtaren, shkova me një rënë me bo vizën në Beograd. Edhe nuk mujta me taku as lejtarët, ata fluturun direkt për Rusi. në Rusi. Edhe pastaj nga Beogradi shkova në Rusi, se disha emrin as lejtarëve. Pas trenerit një herë kum taku atë ditën kur e nënshkrujta, mirë dita, jam lirimi, ma kallzoj pak planin çysh ka Çysh lum, çysh ka. çka është misioni i klubit edhe nuk disha kur gjë. Edhe atë ditë Tu të prezentu me lejtar, ha? tu më prezentu mbledhje, pe kallzon formacionin, po thot jam e kemi një transfer 3, një lejtar 3, lirimi edhe pja javë dorën lejtarë, po sa disha emra. Edhe mbrëmje ke ndeshja, hina në pjesë dytë, ndo këtë ka minuta 70, 75, se di sakt. Edhe në minutë 90, e bona një gol edhe keni ndjenë shumë e mirë. Të pëlqen kështu me bu golla kundër ekipeve ruse, përveç Spartakit ti ki bu goll edhe CSKA-s. CSKA. Apo motivohesh, çao problemi. Çao problemi. Nuk e di, më pëlqejnë shumë klubet e Rusisë, e luajnë një futboll shumë të hapur. Edhe me Krasnodar kur kemi luajt, kum pas shumë paraqitje të mira, shumë asistime. Kemi luajt disa ndeshje, kështu që pëlqen me luajt. Inshallah të vjen sa më shpesh me luajt kundër Rusisë. Inshallah. Po veç pak çto ti lojtari i lirë, po ma vonë dalmi te kjo pjesë, po a mujna me pa në Rusi? Masi për të pëlqen me ju bu golla. Pas disa oferta, po tash ta kshymi dhe javën e ardhshme dona me vendos. I ki statistikat e mira kundër klubeve ruse, kështu që me luajt çdo javë kundër tyne, sigurisht që bën shumë golla. Inshallah çashtu. Vazhdojmë. Ai Bernardi të shku drejt pensionimit, ky kështu edhe stilin e lojës si të Bernardit e Nak mat grozni. Me zavëncu Berni. Nuk po di ne. Qysh e tha Romaki përveç klubeve rus të ka ra me luajë me Tottenhamin atko. Tottenhamin, Napolin do klube shumë të mëdha. Po me Tottenhamin ka pas bajë të lojtar të mirë. Kush të ka bë përshtymin gjatë lojës, që ka thonë se në televizor i sheh, po kur i sheh të lu, këta na japin do përgjigje kanë herë shumica e lojtarëve që vinë, për shembull Rollani thekë për Rodrin, thekë njerëzit nuk e vrejnë, po kur e shën fush, qysh lirohet pe tope, qysh den me rujt hapësinën e sane, është befasi e madhe. Kush ka befasu ty në atë kohë?
Po, në atë ko ka pas shumë lejtarë të mirë të Tottenhami, Eriksen u kon shumë i mirë, Harry Kane lujke kundër neve si me lujt qendër mes fushor. Ka 2 golla. Qendër mes fushor kur s'rriken 6 meç, po Gareth Bale u kon atë ko, Son luishin shumë të mirë, po muj me cek që Erikseni u kon diçka nuk kur se ke pa të vrapu, veç hec ka mo e dike ku ka me gjuj topin para se me marë, ka qenë shumë i meqën, s'kishe mundësi të jas me hi, me pas naj duel me to, kështu që Eriksenin e kisha cek. Debutimit e Kosova. Debutimit e Kosova, loj me Maltën, veç 7 minuta, po sigurisht është, ato 7 minuta janë të paharrueshme për ty. Po, ato 7 minuta se harroj kur momentin. Që shërë të ftesa mas pari? A u gëzove kur të ftesa? Po, normal, ka qenë një ndër momentet më të mira në jetem, kur e kom marrë ftesën, po gjithashtu edhe kur e kom bërë debutimin, kështu që në ndjenjë shumë e mirë, është ndryshe kur luan me kombëtaren e Kosovës, ndryshe është kur luan me klubin, nashta për shkak edhe tifozave tonë, nuk e di, po është në ndjenjë shumë ndryshe. Golin e parë, që kujton golin e parë? Goli i parë ka ardhur kundër Moldavis, me një fitore 1-0. Goli i parë edhe i vetmi. I vetë. Jo, s'është i vetmi. Ha? S'është i vetmi. Jam do këtë veç një akëm dhënë. Veç një për mon men. Për ekipin e parë. Për ekipin e parë. Veç një për mon men. Sa ka tjera? Ka edhe tjera. Hajde. Amo goli i parë, tash tregoj edhe për golin e dytë. Golin e parë tregon Amasfari kundër Moldavis. Po. Një lojë Fadel Vokri, 1-0, fitore me golin tënd. Po, në ndjenjë shumë e mirë edhe për atë gol. Momentet pa harrueshme. Edhe shumë i gëzuar që e kemi fituar ndeshje. E goli i dytë është kundër Armenisë, lojë miqësore. As pi llogarit miqësore. Jo miqësore. As pi llogarit e pas na harru vallai. Çit gol e pas na harru kundër Armenisë. Amo është lojë me Kosovën. Po, peti tash. Sa asiste ki bo ma shumë? Po, asiste kom bo ma shumë. Po, ma pas na harru çit gol. Çat lojën me Moldavin, domethënë është një fesë, vina mas do rezultate si Shumë të këqija. sa shi na shkon ku me ditë sa mirë. Është një farë çlirimi se në fund me fitu veç me 1-0, sigurisht që e kur në qiellin e 7. Po, çush po tregon edhe vet, kemi pas një periudhë shumë të keqe me rezultate, edhe do ishme veç me këty atmosferën, pa marrë parasysh kush e jep gol ose kundër cili qytet luan, veç do ishme me bu atmosferën e mirë se për në me i kujtojmë ato kohë kur i kemi pas dikun 14 ndeshje ose 15 ndeshje pa humbje. Po. Edhe pat me harruat ndjenjë që është me fitu një ndeshje. Kështu që kemi qenë shumë të gëzuar. Okej, lirem kështu. Ka gja ko që nuk je pjesë e Kosovës. Sa po të mungon fanella që ki mbrapa atë? Edhe grumbullimi me Dardanat. Normal që po mungon shumë, po qysh me thonë ja kom bo vetit. I kom bo do gabime që më kanë kushtu, kështu që tash është detyra jam veç me gjetë një klub me vazhdu aty ku kum luan në Lokomotiv para një 7-8 vjetëve, ku e kum luan atë sezonin e mirë edhe mezi priti me marrë ftesën e kombëtarës Kosovës edhe me provu me ndihmu me gola, me asistime. Në cilë përgjat të ka ro me lu me Shallandesin e përmene? Glihen, po. Edhe me Zhiresina? Jo, me Zhiresin, po me ato që ka qenë i Slovenisë. Gliha, po. Ngreçikin e lujtë. Edhe me Giresin kam qenë një grumbullim do. Cile për këtyne të ka dok maj mire? Ti që e ndi ma mirë? Shallandesi, 100%. Shallandesi? Po. Edhe mënyra trajtimit edhe lojës edhe këtë janë konë ma mirë? Për gjithë shka. Për shkak disiplinës, për shkak mënyrës që ka përgatit lojën, mënyrës që kemi analizu kundërshtarin. Afërsisë me futbollistat sigurisht që është për menë edhe të që të ka leju me shku me nënshkru. Po, amo kemi pas atë qysh me thonë atë pozitivitetin, e kemi pas hajgare gjithçka, po kur ka qenë punat e ndeshja, kemi qenë 100% fokusuar dhe Shallandesi për mua është më i mirë. Jo vetëm për shkak të rezultate, po edhe për shkak. Shallandesi u ka një farë prindi ashtu për këtë lojtar, po, se
për dallim prej Glijes që u kon më i Shumë rreth edhe stres. me Gjiresin s'kan ditë ç'me fol me Gjiresin me gishtave se Frangjës i rolle që ka fol atë. Po, mo jo veç që ka qenë, po ai më duket e ka një veten si shqiptar. Shallandesi, po. Mënyra që është na folke, mënyra që i kontrolloj ke emocione, që u ndike para ndeshjes, ti nuk e pas shans me hi loja, mos me pas motivim, ai kajke mbledhje para lojës, më thoj që apelësho zemra, që na bërtit, që doj ke me nxjerr bo maksimum. lojën, po, edhe për neve lejtarëve shumë Tjetër ndjenjë periudhë mirë. do kon çaja. Domethënë lojtarët nuk jon kon nivelin që janë tash. Nëse i shkon Shallandesi sot, nëse sot e kemi një super trajner. Po e kam fjalën para se marr foda. Nëse kish vazhdu Shallandesi edhe në kohën e Gjiresit, për marrë shembull, Po. kur lojtarët kanë bërë veç kapërcime në karrierë, të luajnë në për top klube edhe të luajnë rregullisht që është shumë më e rëndësishme. A mendon që kishmi mujt me arrit Evropianin? Me Shallandesin krye. Po gjithmonë mendon që kemi mujt Po, me bo diçka. po. Po, edhe unë menoj ashtu se nashta kish me bo shumë ma mirë me Shallandesin. Edhe kish me mujt me shku në Evropian. Qysh po duket që tash Kosova me Foden? Për shumë që Foda tash në 8 lojtë e fundit i kish hike qatë humbjen me Rumanin 3-0, jo 3-0, Lidhja është. edhe loja 2-0-0 që ndërprejet, i ka këtë tjerat fitore. Qysh po duket ekipi që tash? Po, shumë i mirë. Shumë i mirë, po më kujtohet kur pish shof ndeshjet, po më duket si mu kthy para 4-5 vjetëve kur i kemi pas ato sukseset e Po. mëdha. Vetëm se tash lejtarët janë tu lujt me në Po. ekipe shumë atë maja, se në Jum atë pjek kohë edhe më shumë. në atë kohë ta kujtojmë përveç Miloti që lujke në Werder Bremen që kishke Po, një periudhë shumë të mirë edhe Vedatin, Fenerbahçe, lojtarë tjerë jo që kanë qenë do ekipe të mira. Pastaj shkoi Amiri, Edhe që më konë ekipe të mira, kanë ushtru vesh. po, Me lujt jo. Po, ta çdo lojtar për shumë që Muriqi çfarë kanë më atu pas, Edoni, gjithë lojtarët janë të mirë. Secili ka të Janë tashin. klube shumë të maja. Edhe këto meritat kryesore i ka Kombëtarja e Kosovës Po, për transferimin e shumicën e lojtarëve. po sigurisht se secili Ta jep CV-n. secili klub e ka i jep përparësinë e lojtarit kombëtarës. Normal. Jerem, kohëve të fundit domethënë mas aventurës në Kroaci edhe në Poloni. E përmend edhe më herët, je pjesë e futbollit hungares. Në fakt je kon deri tash se tash e tutje, nëse deri me 30-in je halo pjesë e Fervarë. një rrugë po do kam jashit. Po, Edhe një rrugë. Një rrugë. So si në Kosovë që të fundi si Që domethënë të fundit e shkruaje edhe- negociojnë nga qysho futbolli hungarez. Edhe e keni mirë, po prap me do lëndime nuk është që të kam bërë rahat. Futbolli hungarez është shumë i mirë, sidomos kushtet janë shumë të mira. stadionet janë shumë bukura. Stadionet, çdo klub e ka stadionin tepër të mirë, më duket edhe ekipet në Ligë 2. Mu kanë erë kur të shkoj me lujt në loja, më kanë zemra që si kemi na qëto kushte në Kosovë. Edhe që është Hungaria, në kom jam sy mrimi për 2 motor. Po ato i kanë do rregulla për biznismenat shumë që kanë shumë parë në Hungari. Mos me pagu shtetin, do të me investu me një klub. Edhe na kemi Edhe stash. na kemi çto Me po. investu Po ma si jem edhe- të investu në infrastrukturë, po jem të investu me lojtar. Po. Edhe që tu për shkak që to mi ik shteti diçka, Po, me se presidenti i pagut atë. klubit një herë kum po 3 vjet jam qenë një herë kum po ai si adekem duket as emrat neve lojtarëve. Amo janë kushtet shumë të mira. Për kualitetin e lojtarëve nashta është njëjtë si Kosova, s'po muj me thonë që është shumë më mirë. S'po guxoj me thonë që është shumë më mirë, po veç për shkak të kushte, për shkak të fusha, për shkak tifoza po duket që është shumë më mirë, po. Jo. Lojtar për Superligës Kosovës sigurisht që e përcjell Superligën. Po. A mund me lujt pa problem në Superligë Hungarisë? Po. 100%. 100% se Do nuk është ndonjë farë dallimi. jo, nuk është ndaj dallim. Na shumë në i Romani madh. jem të shku në kohën e fundit. Po, Jem të qu lojtar në Romani më shumë. po. Cluj, Rapid, në shumicën e klubeve atje kanë arrit me bo karrierë, po dhe Hungaria nuk i shkon, qëre, realisht shku të menesh, shumica lojtarë Hungaria shkojnë me lu në Gjermani nëse dhezin. Në Austrinë, Në Gjermani. Austri, Gjermani, kena po gjithmonë në Gjermani, gati çdo i dyti klub e ka një hungarez. Po. Edhe është një farë trampoline e mirë.
Hungaria si ligë. Po, Enis Bardhi u shit nga Ujpeshti në Levante, ka pas një sezon shumë mirë. Ka luajt edhe Florenti ka luajt atë. Florenti, Lirim Kastrati, dyshi. Po, Lirim Kastrati mbrojtësi. Mos të thojmë njëshit se i bora qepi. E që shukoni me luajt dy lirimat të njëjtën kohë? Edhe ai luaj ke mbrojtësi majtun me sushore majt. Po, Dhe komentatori Lirimi pja pasan Lirimi. Është Edhe na e kena shkruam lirimi dhe të togat. Po. E kena se lojmë tani shkojnë veç në një vend për dytë. Mas mirë është kur të luna në ndeshje të mirë kur të japin gol kur të më shkruajnë njerëzit mua në Instagram. Bravo. Shumë mirë luajtë. Po çu nai film, nai sa. Shumë mirë çfarë golli dha, se shumë mirë ke luajtë çështu vazhdo. Kur kon aty në Ipesht i bëj këto golla. Ani do vetimtore minuta 90. Po. Vej këto golla interesant. Kemi shumë raporte të mira. A ko gjosa me met në Hungaria apo do lëvessh? Nuk e di. Plani nuk është ashtu, po ta këshyrmi se deri ditën e fundit. S'po dihet, kallzova që shkom në shkruajnë Dinamo. Edhe pse është hala fillimi i qershorit, ka kohë 3 muaj. Tash po zona si po më thirraj menaxheri, mos po më thotë po më shkruan sa dikon. Se që jemi të bisedu me do ekipe, ama ala diçka konkrete s'ka. A keni objektiv ose një kampionat ku Kështë pas qepa. Po. Edhe ashe një rikthim mbrapa në Kroaci. Mi bon ashe edhe një hap ose 2 mbrapa. Për me gjithë atë shkëlqimin që e ki pas vite më parë. Me që të mendë sodit, veç du me shku dikun. Më thonë si ki mente para 4 vite pra. Edhe veç po du me shku dikun, edhe me fillu apet që shtash. Prej zeros. Prej zeros, sigurisht do të me shku jo një 2 hapa, po një 5-6 mbrapa dhe mu këfjell pak, edhe me vazhdu. Ma mira, se të lojtar, karriera se të lojtar, do me thonë me shigjeta, shkon të nalë, bjenë, normal. Ma mira kur e kupton njëri që i ka bo vetë gabimet. Se shumë lojtarë do me thonë e akuzojnë që tërkon, jo ma ka pas inati. Po kë, po më pëlqen që po të tregoti si qërti, ku bo vetë gabimet, edhe vetë e rikthej karrierën, shumë rregulla ja. Po mun kam folë ta në kohën me Arjana Demin, kum pas edhe në atë kur do isha mu largu për Dinamo, se po kthejnë apet. Po. Më thoj ke mos e bo këto, po qështojnë kur mos ta provojsh vetë, ndryshë, i thoj që mund menoj që i thoj që ikbe ti makinë atja disa. Edhe tek që tash kur tulmi ka njerë në kafe, thot, unë e jam shoki atë maj mirë, unë e foli që shdohet. Kështu që i kum su këto gabimet, nashta që ashtu e ka futbolli, po desh kam i provu do sene, i mësupi do gabime, po që tash të jam shumë mirë. Po. Edhe je këtybe lëndimit i ke zhvillu në të ndeshje radhas, po. Nashta dhe piqitin a lëndimit pak. Po, të karo me... Ki reflektu. Me reflektu. Reke me këshyr pak murin, që në shtrit, mi menu do sene, edhe më kanë dimu shumë. Sa është tirë për një lejtoni me më lëndu dhe me me të gatë, jashtë? Unë kur njëtë s'kom pas lëndim dhe i tash. Kur. As muskuj nuk kom pas të këput. Kështu që edhe kur mu ka këput, unë se kom ditë, unë kom ushtru një 2 muj që ashtu. Pa ligament. Qa shumë e ke pas kamën e fort. Po, kur shkojsha në kontrola, më thëshin që s'ki ligament, të ta majt të vesh likura gunin. Më thësha këshyre, unë ngajqa para doktorit. Po. Në koridor, ngajqa, thësha, s'po kom as një dhim. Po vesh kur e preksha topin, kur e mshësha topit e më dhim, ke baq, po, si me thik. Edhe ato e vendosa me bo operacion. Shumë shtirë se të vjen që ka mos në përmene. Dve që ka mos në përmene, ku je kon, që ka je kon. Me kon ke lujt, me cilë lejtar ke lujt, me cilë kundërshtar ke lujt, që ku je tash edhe. Irim, po gjatë që saj kohë, e përmene që ke reflektu ti. Po, sa ke pas kontakte nga kombëtarja e Kosovës, nga dikush prej drejtuesit të kombëtarës, federatës, atë ka kontaktu dikush me thonë, hej, na jena mbrapa, te, a diqka. Herën e fundit kom pas kontakt kur jom kon Lega. Para 3 vjetë e gjysë 4. Edhe ata me Bajram Shalën kom pas herën e fundit kontakt, edhe prej atëherit s'kom pas kur kontakt. Mas një. E di që dalin për intervista thonë që tankon kemi kontakt me lejtar, tankon folmi, po se di sa është e vërtet që kam. Me mua, të paktën me mua s'ka pas kur far kontakten ashta me lejtar tjerë. Amo,
unë s'po them që e ku meritu. Po. Larg qoftë ajo ku meritu ftesën e kombëtares, po. Po veç kontakt se mu personalisht më interesant që ky sen edhe nëse e shoh që një futbollist e ka një periudhë vështirë, jo lëndime, jo nuk ja don vëlla se Messi nuk janë krejt, mu konë konstant. Edhe për që në minajt gati, me thonë, na mbrapa na ki. Ti ki jetu e kalu një periudhë vështirë, ki mu rikëthy edhe prapë ki venin qëto. Lunë e meriton, ki muftu. Po. Që shtregova jo, me mu s'kam pas as një kontakt, prej që kam qenë dhegja. Që shtirë pa, kur të menojsh është lojtar që i ki hale, du më kjo është shumë i ri, 25-6 vjetë, edhe ka karrierën për para, tash në klubin e arshëm më besoj që me shpejtësin që e ka, është lojtari më i shpejt që e ku në Ajax, kështu realisht, asnjë se ku në Kosovë, se dhe mos, e shpejtësia në futbollin modern është shumë e rëndësishme, ka njerë mundu na më javë spjegu këty në 2-3 elementet mira mi pas në Evropë del me lu. Mente edhe shpejtësia. Se për të njëri më shka, ma shumë se shpejtësia çka vlen. Unë ma përpara e kisha zell ment. E kështë hek pak speedin, Ja kisha hek, gjysën e shpejtësisë e kisha hek, po. Po, në futbollin modern që tash po kërkohet shpejtësia, kështu që taksh. A mujna me po do më thonë, thasha marët, një rikëthem në Kroaci për me fillu nga e para. Ku e din që Kroacia është veni ku kishë përthyte. Edhe sigurisht që është veni ku një lojtar si ti, sa që se kishë përqyja klubeve, përveç në ashtë Dinamos që ju ke ik, edhe pa dash me të lëshu ata. Nuk e di valla, unë e njoft ligën e Kroacisë shumë mirë, edhe si vjetë e kom përcjell. Si vjetë e shumë interesant. Dhe në ndeshjet e fundit. Ka po interesant dhe si. Ka qenë shumë mirë, kështu që si në Kosovë edhe në shtete tjera, po përparon shumë liga dhe nuk di çka ku në shkruaj as. Thash I kemi do oferta, jam të fol me do klube, po hala se kom vendos. E tha Romaki, tha ti s'ke lu kur thanë Superligën e Kosovës. Po, a kështë menu, jo në ashtë qëtash, po ma vu një rikëthem me provu. Po, pse jo. Tash nuk e kom për plan, po pse jo një herë me lujt në këtu në Kosovë. E kena podu me në Balkanin 3 vjetë, 2 vjetë në grupe që shkoj, si vjetë po besoj që drita ka me në grupe, e kem një farë besimi. Edhe besoj për 4-5 vjetë ka më rrit shumë ma shumë cilësia futbollit Kosovës. Si nga ona financare, ashtu edhe nga cilësia lejtare. Kur jemi të klubet e Kosovës, lerem sot me tarë një klub kosovar, për kundër që e tha që nuk e ki... Në plan afat shkurt. Po, a I kështë mendu më rikëthy shambull për 6 muaj ose 1 vjetë? Që tash më shtinë me menu. Nëse gjithmonë inshallah I ki ofertat shumë të mira, edhe shumë të moja prej kampionata dhe klube më të moja. Po nëse diçka po shkon keq, po më shelen dyrt, a I kështë mendu sa të marrë në Kosovë? Nëse është një klub, sidomos një klub që lu në Evropë, se është sigurisht që për Katra I kena na si vjetë që lu në Evropë. Drita, Balkani, Malisheva, Prishtina lu në Europa League, Drita në Champions. Nervozohet Edisoni. Nuk e di, amo pse jo, nëse nuk ka diçka tjetër, unë duna me lujt futboll. Po, sigurisht. Se pak të smuj, po me ton drejtën kur nuk e ku mendua, amo njëherë kom qef. Po. Kom qef njëherë. Barëm një sezon ose... Kur gjo në fund karrierës ki marrë sigurisht. Kur gjo një sigurt ja premtoj në fund karrierës. Një vjetë. Barëm një ndeshje me lujt ikon. E përmenë edhe ti që kampionatin e Krasisë I vjetë konë ma interesant në vjetë e fundit, dangerën e fundit. Tash na kena bu tifo për Hajdukun se ka fitu shumë atë. Ti kanë se do Hajdukun heq. Ha? Është klubi madh. Po, ama edhe në fund Rijeka ja fitoj 2 jave, po me një buxhet shumë të vogël se 2 jatë. Si vjetë u konë me buxhet shumë të vogël. Dinamo përgatit me jetë mirë në Ligë Kampiona dhe janë nisi mirë, do loj, fitoj do loj, po kam prit që kthehet në kampionatin, në pranverë dhe fiton kampionatin. Po kampionati si vjetë u konë si formula ne. Po. Unë etin edhe të vetë, unë jam tifoz I Dinamo, sa gjithmonë ku mund konë, nuk është në diskutim, po më ka shumë mirë që e ka marrë Rijeka. Se kanë lujt një futboll shumë të mirë, dhe që është po thua dhe ty vetë, me lejtarë që s'kan pas kush e di çfarë rruga, po
atmosfera shumë e mirë, trajneri shumë i mirë, edhe arritën me fitu edhe kupën, Edhe kupën, dy aty, ligën. po. Që kjo ka ndodhur këtë para një 6-7 vjetëve kur e kanë marrë Herën e fundit. Po. E ka bo Gattuso interesant, pak të dhe Rakitic u kthy si vjetë kampionati kroatë kohën. Njonin e kthej tjetrën. Unë e lexoj index.rën gjatë ditës 3-4 herë dhe mënyra që japin rëndësia ata futbollit vendor është shumë e madhe. Kam qef edhe mediat e na më jap ligës tonë, sepse se ka madhështinë e ligës Kroacisë. Po. As financat, as lojtarët, po domethënë gjon lojme për krejt, për lojmet shqiptarëve sidomos që kanë luajtur Kroaci në stop ki lojme. Në mënyrën e fundit ky që dul kampion i Shqipërisë. Sallaj, shukran. Selaj. Po. Domethënë ka lojme shumë interesante dhe japin shumë përparësi ligës, për çata edhe këshyret Liga e Kroacisë. Po, është një ligë jashtëzakonisht. Liga talentave. Domethënë çdo vjet vetë edhe Gattuso ka bo si vjet, po. Pa Normal e tifozat. pruni një yll të madhe një tjetër e përzuni. Po. E kam pas në mosmarrëveshje, po mënyra që e dojnë tifozat, Hajdukun është diçka. Më ka treguar mirë Sahidi. Ti nuk ekziston, ti nuk mundesh me pa diçka Dinamos ose ndaj klubi tjetër në Split është e pamundur. Më ka treguar mirë Sahidi për dashurinë e çmendur, tha që e kanë tifoz. Shkon në kafe ti porosit një gotë toj dje me atë logën e Hajdukit. Unë masi pata në shku në lega pata dal me pi kafe, kur më bledhen ja 200 veta, 300 veta, Ço vëllu. tifoza. Po vinë të unë po tona, ja kiti alo kontrat me Dinamo në... Thash po qfar Dinamo, be, ju më largu që da në lega. Aha, okej, se këtu janë tifozat. Jo, se këni dojde. S'jo me Dinamo në S'ko me Dinamo në tash kur gja, po. E dojnë shumë janë. Po, Shumë e kanë dashnin e madhe për tifozat. pasionant jashtëzakonisht. me cilën klubën tifa në Kosovë. A kina një. E kem kapitenin e Kapitenin e kam për qefi, kështu që duna me zgjidh. me Zilanin. Po, po. Edhe një me Zilanin. Me Gjilanin, Shumë me keq do Gjilanin. me vonë. Ka dhe me Zilanin. Po dalë ne, u qoa. Shumë e Dritën ku pas, Si edi. si kum pas marrëdhëniet e mira, se kur kum pas me në shku për dritën nuk kum kanë marrë para një 10 vjetëve dhe... I ri e kon atëherë. Shumë e talenti ju ka i kështu. I zgjedhi Gjilanin. Unë mas jam prej ati vene, e kam... Nuk ja u duket sen hish asnjë në klub qytetit, do më thonë shumë pak bojnë për lojtarë. Në vendor, po. Jo veç të Gilanit, po ta namorave, sa në llogariti kompleta pjesa namorav, si që e na një, edhe bile edhe Lugini e Presheve, se shumë lojtarë ju refuzu atë. Edhe është kjo keq se shumë pak ju jepet hapësirë talenta dhe shumë pak punohet me talenta. Po, besoj për mision. Tu po E të ka në bo. rastin domethënë me 15 vjet ju ka dhënë në shkollë Shqipni, mu rrit gradualisht profesionalisht Kroaci. Kënë edhe bo Shqipni, karrierë. Mirlindin, Hajvali, Po. plot lojtar. Dhe lovt. Me fol për futbollin, kish me Po, gat. po. Po nduka gjën s'kena më shumë minuta. Lerem, faleminderit shumë që gjete ku edhe na nderove me pjesëmarrjen tonë në podcastin tonë Arena Yje. Kishte kënaqësi. Faleminderit shumë, edhe kjo është një ndër intervistat më të mira. Të mia se ju mbo mu një bashkë, si më konë të shtëpia. Po, si më konë shpe, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për juve. Keq për fund, mos harrojmë edhe ti falenderojmë edhe mbështetësit e podcastit tonë, që janë brendi automjeteve nga Korea, KGM Sangyon Kosova, si dhe pija energjike numër 1 në vend, Golden Eagle. Shihemi javën e ardhshme. Mirupafshim. Golden Eagle. Only eagles fly.